Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për buxhetin 2026, i cili është miratuar kohët e fundit nga Kuvendi dhe pensionistët tanë. Kemi ndoshta 1 në 3 banor të Shqipërisë që është mbi moshën 60-65 vjeçare. Dhe sot kemi kënaqësinë të kemi në studio zotin Ergis Sefa, ekspert i njohur i ekonomisë, punon pranë Altax. Zoti Sefa, përshëndetje, faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Sefa, me buxhetin e miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë janë rezervuar 10 miliard lekë ose me këmbimin që kemi sot rreth 104 milion euro për bonuset mujore të mbi 721.000 pensionistëve tanë. Si e gjykoni këtë masë? Buxheti ndërsi, për edhe kjo masë, për herë të parë ka një qasje sistematike për përmirësimin e kushteve sociale, ku pensionistët janë grupi kryesor, por edhe grupe tjera sociale që janë në nevojë. Dhe them për herë të parë sepse qasja nuk është vetëm një vjetore, por parashikimi bëhet fjalë për të 4 vitet në vijim, pra ky vit buxhetor plus 3 vitet e tjera në vijim, se si do të shkojë kjo rritje apo kjo ndryshim formati skeme financiare të re. Por, më duhet ta theksoj që këtu ne duhet kemi parasysh që nuk bëhet fjalë për një ndryshim skeme në vetvete, duhet ndryshoj ligji organik për sigurimin shoqëror për atë gjë, por si qasje financiare është hera e parë që shkohet në këtë drejtim pozitiv, shumë pozitiv. Në gjykimin tuaj, si kontribuon kjo shtesë të ardhurash, se nuk mund të flasim për rritje reale, pensioni ju e shpjeguat shumë mirë, duhet të prekur për rritjen reale pikërisht ligji që u përmendët i sigurimit shoqërore në përmirësimin e jetesës së pensionistëve tanë për vitin e ardhshëm. Nuk bëhet fjalë për lëvizje drejt mirëqenies, por bëhet fjalë për një hap goxha pozitiv të largimit nga varfëria. Ndikimi do të jetë i përmuajshëm dhe do të rrisi deri diku fuqinë blerëse që pensionistët tanë kanë çdo muaj dhe ky është ndryshimi themelor me bonusin që jepet një herë në vit, pra bonusi fund vitit siç njihet kryesisht. Ku ti merr paratë në fund vitit dhe duhet i harxhosh brenda asaj periudhe. Ndërkohë që tani pensionistët do kenë mundësi çdo muaj të kenë një rritje në fuqinë tyre blerëse ose të paktën ta mbajnë të qëndrueshme fuqinë blerëse. Dhe kjo do të jetë një efekt goxha pozitiv sepse do ja lehtësoj çdo muaj dhe jo më thjesht vetëm në një periudhë saktuar siç është fundi i vitit. Në nivel të mbajtjes së qëndrueshme të fuqisë së tyre blerëse, a do të arrijë indeksimi i pensioneve, ta ruajë këtë fuqi blerëse të moshuarve tanë përballë rritjes së çmimeve? Po, të shpresojmë, sepse nga njëra anë kemi indeksimin dhe shtesën bonusit mujor, i cili jepet i shpërndarë nëse 12 muaj, dhe nga ana tjetër, kjo do sjellë një presion inflacionist në rritje, pra, duke qenë se e thënë më lehtë për qytetarët, duke qenë se tregtarët do e shikojnë që tashmë pensionistët kanë çdo muaj pak më shumë para, mundet ta lçojnë dorën tek rritja e çmimit, sepse thonë pas kam pak më shumë para. Dhe kjo është një le të themi dinamik e cila do të shikohet në vijimsi, nëse do të kemi një rritje më të shpejtë të çmimeve se sa bonuset apo sa rritja që bëhet financiare, shtesa financiare e pensioneve dhe indeksimi, apo do të jetë mjaftueshëm për të qëndruar. Gjithsesi, do të jetë më mirë se sa të mos kishim edhe këtë shtesë financiare. Cilat kategori pensionistësh në gjykimin tuaj gjatë vitit të ardhshëm do të përfitojnë më shumë nga kjo shtesë financiare, sikurse dhe ju e përmendët me skemën e bonuseve mujore? Padyshim pensionistët që marrin pension plot dhe sidomos ato urban do të jenë më të përfituarit. Por duhet të thënë dhe kjo që këto janë mbi 55% e totalit përfituesve pra pensionistëve, por bëhet fjalë për shumicën. Dhe në një farë mënyrë ky bonus, kjo shtesë financiare reflekton edhe kontributin që pensionistët kanë dhënë gjatë viteve. Por nuk është se do të lehen më një anë edhe ato që kanë një pension të pjesëshëm, apo ato që kanë një pension rural, rreth 90.000 personat që kanë akoma nga ish kooperativat. Edhe ato do të kenë një rritje e cila vit mbas viti do fillojë të bëhet edhe më e qëndrueshme dhe edhe më e ndjeshme. Ju përmendët 4 vite që është pikërisht plani i rritjes nëpërmjet formës bonuseve ose shtesave të tjera financiare. Në gjykimin tuaj, është auguri mirë që këto bonuse do të dyfishohen në vitin 2027? Patjetër, jo vetëm që është auguri mirë, po ndoshta duhet ishte bërë dhe pak më shpejt, por brenda mundësive tona buxhetore duket sikur është një iniciativë shumë e mirë. Vetmi pikpyetje që unë kam është që nëse shikojmë parashikimin financiar dhe buxhetin, bashkë me projekt buxhetin e fatmesëm që është paraqitur,
nëse nuk kemi një performancë të mirë në mbledhjen e të ardhurave apo në mirë administrimin tatimor, do të jetë vështirë të arrihet ky objektiv. Ndaj kjo e vën në farë mënyrë topin ja jep qeverisë, e cila duhet të performojë lart vit mbas viti, jo thjesht vetëm me një aksion në një periudhë saktuar. Është përgjegjësi më e rritur, ndoshta. Absolutisht po. Krahu qeveritar. Është pak e çuditshme, por që në farë mënyrë qeveria i ka shtuar përgjegjësinë vetes dhe e ka vënë veten test duke e zënë thonjza mat veten për të pasur një përgjegjësi sa më të lartë. Shpresojmë mos jetë guri Sizifit në këtë nivel përgjegjësie. Skema e bonuseve mujore, në gjykimin tuaj, zoti Sefa, arrin të kontribuojë në paksimin e ndekut midis pensioneve të zonave urbane dhe atyre rurale, apo e thellon ato, dhe në rast se është rasti i dytë, a duhet gjetur një mekanizëm tjetër? Kam përshtypjen se kjo skemë nuk e afron, nuk e mbyll ndekun, ashtu siç ne do donim që ta mbyllte, dhe pa dyshim, nuk ka pikë dyshimi, nuk është që duhet gjetur një zgjidhje që ndryshme afatgjatë. Dhe kjo arrihet vetëm duke ndryshuar skemën në vetvete dhe duke bërë një transferim të këtyre pensionistëve përfituesve të cilët janë në skemën rurale, që ne sot e quajmë skema rurale, drejt skemës së plot, por bart kosto për buxhetin e shtetit dhe duhen gjetur mënyra se si bëhet ky transferim, gradualiteti, koha që duhet bërë e kështu me radhë. Duke qenë se jemi edhe në periudhën që diskutohet buxheti, është miratuar, pastaj do të miratohet sërish edhe do të jenë diskutimet në komisionet e ndryshme parlamentare. Në gjykimin tuaj, ai forcon investimet shtetërore në shëndetësi dhe në kujdes social për buxhetin e vitit të ardhshëm, shërbimet ndaj pensionistëve? Në një farë mënyrë po. Por nga ana jep një mundësi shumë më të madhe dhe sistemit përgjithsisht që të përtithi kapital investues dhe të forcojë ato struktura apo ato instrumente, pra mjete, që ofrojnë shërbimin, duke e pasur si target group pensionistët, por edhe për gjithë qytetarët e tjerë. Por nga ana tjetër shton edhe presionin, pra sepse do të shtojë kërkesën dhe presionin, sidomos në kjo grup moshe e cila ka problematikat më të mëdha dhe shëndetësore, dhe do e arrisi pak presionin dhe ngarkesën sistemit përgjithësi dhe është një vije hoj balancë ndërmjet a do të performojnë në këtë presion të shtuar me gjithë këto mjete të shtuara apo duhet të bëjmë një ndryshim tjetër? Buxheti i shtetit i vitit të ardhshëm ka anoncuar, pra qeveria ka mëtuar që do të ketë derritje të pagave për disa kategori në administratën publike. Në gjykimin tuaj, kjo rritje pagash dhe rritja e pagës minimale, kudo në Shqipëri që nga 1 janari 2026, a ndihmon indirekt pensionistët përmes shërbimeve publike më cilësore, nëse vërtet i ndihmon? Po, padyshim do ketë një ndikim, do ketë disa ndikime, por një ndërto është edhe pikërisht ky ndikim ku do të kemi një motivim më të mirë të shërbyesve publik, punojësve administratës që ofrojnë shërbime publike për të ofruar shërbime jo vetëm ndaj pensionistëve, por në përgjithësi ndaj kujdo grupi tjetër të interesit. A mundson buxheti 2026 më shumë investimin në digitalizimin e shërbimeve që u duan sidomos të moshuarve tanë? Po, buxheti ka një komponent shumë të fortë në pjesën e digitalizimit dhe madje edhe projekt buxheti për vitet pasardhëse, parashikimi vazhdon ta ketë këtë komponent shumë fort drejt digitalizimit. Si kontribuojnë në gjykimin tuaj investimet në infrastrukturën lokale, pra vendore, në rritjen e cilësisë së jetës për pensionistët që kemi në zonat e larta? Absolutisht ndikojnë, sepse pensionistët mbi të gjitha jetojnë lokalisht, shumë pak lëvizin jashtë qyteteve që ato jetojnë. I ndihmon në infrastrukturën vendore, në jetën e tyre të përditshme, në ambientet që ato frekuentojnë, në shërbimet që ofrohen, në cilësinë e shërbimeve, në lehtësinë dhe shpejtësinë e shërbimeve, pra e marrin një shërbim më shpejt edhe më lehtë, dhe të gjitha këto në fund fare ndikojnë këtë cilësi e jetesës, padyshim. A sjell buxheti 2026 më shumë stabilitet financiar për skemën e pensioneve në afatmesëm dhe afatgjatë në gjykimin tuaj? Është një hap shumë i mirë drejt stabilitetit, por e theksoj edhe një herë, shumë e rëndësishme që brenda vitit të shoqërohet me ndryshimet strukturore. Pse e theksoj këtë gjë? Se tashmë që kemi rillogaritje dhe ndryshimet financiare, ndryshimet strukturore në skemë do të jenë ato që do e cimentojnë dhe do e bëjnë që në afatgjatë skema të fillojë dhe të mbajë veten, të jetë më vibrante, më solide. A i forcojnë investimet shtetërore dhe kujdesi social në buxhetin 2026 shërbimet ndaj pensionistëve tanë? Është një ndikim tjetër pozitiv, pra nga një anë të ke një shtesë financiare, aq sa mundet, por nga ana tjetër ke edhe një lehtësim në ofrimin e shërbimeve nëpërmjet këtyre programeve, në mënyrë që ato të shkojnë drejt një jetese
pak më të mirë, pak më cilësore. Janë hapa vërtet pozitiv që duhen lavdruar. Zoti Sefa, ju faleminderit për intervistën sot dhe shpresoj që të takohemi sërish në bisedat të ardhshme. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit ju për ftesën. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.